Shikues e Vizion Plus, përshëndetje. Do të njihemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak. Shqipëria ditën e sotme do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet të jetë me vlerësira mesatare deri të dendura. Rreshtet e shiut do të jenë të erpashershme, prezente kryesisht në veriperëndim të vendit dhe me intensitet të ulët, lokalisht mesatar. Në pjesën tjetër të vendit, rreshtet e shiut pritet të jenë të karakterit lokal me intensitet të ulët. Era do të frymë drejtim kryesor nga kuadrati jugut me shpejtësi 8 metër për sekond, për gjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore, era do të fitoj shpejtësi deri në 16 metër për sekond, valëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 3 deri në 4 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 9 deri 21 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 9 deri 25 gradë dhe në Bregdet nga 12 deri 24 gradë Celsius. Për ditën e njëjtën, Shqipëria do të vijë të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet i vranët me rreshtë shiu, të cilat do të jenë prezente që në orët e para të 24 orëshit në pjesën më të madhe të vendit me intensitet të ulët deri mesatar. Gradualisht rreshtet e shiut do të humbasin intensitet duke mbetur prezente të herpashershme deri në orët e mesditës, por me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në veriperëndim të vendit intensiteti i rreshjeve do të jetë mesatar. Era do të frymë drejtim nga juglindja dhe jugperëndimi me shpejtësi 7 metër për sekond në Bregdet dhe Lugina. Era do të fitojë shpejtësi deri në 14 metër për sekond, valëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 3 deri në 4 ball. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 6 deri 19 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 7 deri 21 gradë dhe në Bregdet nga 10 deri 21 gradë Celsius. Rajoni i Ballkanit ditën e nesërme do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet jetë me vlerësira mesatare deri të dendura, rreshtet e shiut do të mbeten prezente në pjesën më të madhe të rajonit me intensitet të ulët deri mesatar. Përsa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e tij pritet të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, të cilat do të thellin të vranët me rreshtë shiu, ndryshe do të paraqiten situata në brigjet e Egjeut dhe në vendet skandinave, ku ndikimi i masave ajrore të qëndrueshme do të sjellë më të kthjellët me vlerësira kalimtare. Tu kemi përfunduar, falenderoj për vëmendjen, bashkë miru takofshim.